u drogua, u bë, hidhu kënet, hidhu, kërceni, bretkoca, zhaba, zhapiqe. Paramendon do të vetën tupi kafe me Edi Ramën, njerëz, TikToku në Shqipëri është duke u mbyllur. Kjo është java e fundit që kanë lajmëru ku njerëzit kanë me pas akses në këtë platformë, prej javës tjetër komu bloku kyqja përmes serverave, edhe njerëzit kanë me pas moqasje në TikTok. Këtu jena me liderin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, i cili na pranoi zyre sot. Faleminderit shumë zoti Berisha që pranove spontanisht me u. Kënaqësia është e ime, ju falenderoj për intervistën. TikToku po mbyllet. Çka do me thonë kjo për shoqërinë shqiptare? Kjo do me thënë një akt jashtëzakonisht tiranë, për fjalën e lirë, për mendimin e lirë, është një akt madhor censure, e cila dëshmon se Shqipëria nuk është një vend i lirë, është një narkodiktaturë. Aty ku ekziston censura, ekziston diktatura. E kam thënë dhe e them edhe e përsëris shumë herë. Ky akt, nga Edi Rama, për Edi Ramën përbën një rikthim në praktikat e babait tij biologjik dhe etërve të tij shpirtëror. Qytetarët duhet ta dinë se me 10 gusht të vitit 1998, i ati Edi Ramës ka firmosur së bashku me Ramiz Alin për të varë në litar publikisht poetin disident Havzinela, vetëm e vetëm për vargjet e tij kushtuar fjalës së lirë dhe mendimit të lirë. Pra, ata nuk toleronin mendimin ndryshe dhe varen poetin. Edi Rama nuk toleron kritikat që të rit i bëjnë në TikTok dhe merr të njëjtin akt, po dhe shumë më të rëndë, sepse dënon, blokon një platformë që sot, sidomos për të rit, por në tërësi që është të vërteta, është nga më komodet për komunikim. TikToku nga ana tjetër përbën dhe një burim biznesi për dhjetra dhe mira biznese, të cilët komunikojnë nëpërmjet tij për bizneset e tyre. Pra, është ky së fundi, ku e bazon Edi Rama vendimin e tij? Me atë sa pash, më falë se po ndërprej, me atë sa pash arsyetimi ishte për shkak se mosha rinore ka akses në përmbajtje të pakontrollume. Atëherë shkon tek me këto ai shkon barazon veten me Habitullahun e Kabulit dhe Ajetullahun e Teheranit. Në qoftë se ai kërkon të kontrollojë moshës se çfarë duhet shohin e çfarë s'duhet shohin, kjo përsëri përbën një nga format e egra të censurës. Por, prit të lutem, Edi Rama e ka bazuar vendimin e tij në një mashtrim publik për të cilin meriton ndjekje të rreth penale. Edi Rama u tha shqiptarëve se vrasja e Martin Canit erdhi nga TikToku, kishte shkak TikTokun. Nxënësi 14 vjeçar që u vra në dyert e shkollës dhe agresori i tij që e vrau atë, nuk kishin llogari në TikTok asnjëri dhe as tjetri. Pra, zën ka midis tyre që çojnë në një fund tragjik të Martinit, nuk kishte asnjë lidhje me TikTokun. Edi Rama kryen mashtrimin publik tjetër, se thot 98% e 60 e sa mijë prindërve të konsultuar, një gënjeshtër fund e krye. Ashtu shkruante, 65.000 prindër kanë qenë pro mbylljes ose kufizimit për mbajtjes. Asnjë të vërtet ka një statistikë të shpikur. E mendon se nuk e ka bërë fare studimin? Po, asnjë diskutim. Asnjë diskutim. Asnjë diskutim. Po, a ka smartphone një ndikim të padëshuar tek fëmijët? E ka, por pavarësisht nga ky, ka anë tjera pozitive të cilat bëjnë që prindërit t'u japin smartphone atyre. Por fëmijët kanë lundruar para TikTokut, nuk kanë konsumuar orë më pak në smartphone se sa pas TikTokut. Më parë lundronin në Instagram, në Google, në Facebook edhe në tjera. Kështu që është një akt totalisht mirëfilltas censure elektorale.
Ju jeni kogja aktive dhe personalisht në TikTok. Sa ko me ndiku të teja ke me shfrytzu tash në një platformë tjetër për me... Do të gjej gjitha mënyrët për të vazhduar komunikimin tim, një protestë është thirrë për të kundër censurës. Nuk mund të pranohet censura. Kjo është një censurë, akti shëmtuar. Edi Rama, e kam theksuar, ekzekuton publikisht një nga mjetet më komode të komunikimit, nuk TikTokun. Pra, sigurisht që do gjejmë mënyra tjera, do të gjejmë mënyra qoftë dhe duke mbajtur një llogari jashtë vendi ku nuk është ndaluar TikToku, pra do përdor disa mënyra që të vazhdoj komunikimin tim me shqiptarët jashtë vendi në Okej, perfekt. Ju me gjos jeni prej personazheve më të ndjekura në TikTok, politik, këtu në Shqipëri. So e pash i kishit ofër 78.000 followers. Çka do të thot tash këta, a keme përdor ma shumë Instagramin, Facebookin? Normal, unë i përdor ato. Unë i përdor ato me intensitet, por do rikthehem edhe medjave tjera sociale, pra do të përfshi një gamë më të gjerë në mënyrë që të komunikoj sa më lirshëm me ndjekësit e mi. E qartë, derisa po veja këto, po scrollja në për TikTok, posh ca video tua, po mu shfaq edhe një video e pa ta ide me talëshu e Edi Ramës më doli, nuk e di a e ke dëgju këtë deklarat, më falë. U drogua, u bë hidhu kënet, hidhu, kërceni, Bretkoca, zhaba, zhapiqe, o buf, dil tani edhe Ka kaluar në një monolog, sepse imiton. Shaj shpif se tani. Besoj se e keni marrë vesh. E ka për ju këto, me atë famë të... Ky është gjuha e tij, kjo është përjetimet e tij, se ky po përjeton fundin tani, që është e vërteta. Dhe ka kaluar në botën zoologjike, nuk ka këto ofron zgjedhësve ai, dhe është i pashpres fare. Bën çdo mëngjes një monolog, dje e bënte vetëm dhe gënjente, thoshte se Edmondi me pyeti se Franci shkruan këto, kontrollonin gazetarët, nuk kishte as Edmond, as Franc në komentet apo në pyetjet e tij, pa ja bënte pyetjen vetes. Dje u detyrua pas janë zore, ja u shpërndava gazetarëve të gjitha reagimet dhe pyetjet nga media e tij, që s'ekzistonin. Dje u detyrua të nxjerrë një të vërtet, një se si kishte emrin, dhe e vuri krahati. Nuk ka vu pra. Pra janë ca monologje që bën çdo mëngjes, që i thot sy në sy me vetën e tij. Larg rivalitetit politik, në të ardhmen, pasi të zonat ndrohet skena politike, e paramendon do të vetën të pi kafe me Edi Ramën, njëjtin vend, me i lënë anash këto? Tani, unë e kam ftuar atë, në mënyrë të përsëritur, urdhro zotëri, të dalim në debat televiziv, edhe të themi shqiptarëve, të gjitha projektet tona, edhe çfarë kemi ne ndaj njëri tjetrit. Ai nuk guxon kur të dalë, ai tani sfundi ka kaluar në një masë ekstreme ndaj gazetarëve, nuk i fton me gazetarët. Ka 3 muaj, jo, s'ka më, e ka gjetë me këta, me vetën e tij, sy në sy, dhe nuk ka më paraqitje para gazetarëve, se gazetarët nuk i duron dot, e shkatrojnë gazetarët atë. Po, me pyetje që i bëjnë gazetarët, kanë një problem familjar ata me mediat. Nuk e di, a e ke marrë vesh apo jo? Një mbledhje takim epik në pallatin presidencial që zonja Rama bëri me gazetarët. I ftoi në një rast të gjitha gazetarët, edhe ato shkuan me kënaqësi të madhe, shqyr që First Lady po nafton. Kur të dëgjojnë fjalimin, ju të tillat dhe të atillat, që me ato artiku i bëri Gjirpana Helmose burrit tim. A mund duket shaka, po kjo është absolutisht e vërtet. Po, ata tani e kanë këtë të merr nga gazetarët. Dhe ky shpëtoi. Ajo ishte takimi i parë dhe i fundit i saj me gazetarët, kurse Rama ka 3 muaj që asnjë gazetar nuk takon, në asnjë studio televizive nuk paraqitet, vetëm çdo mëngjes sy në sy me vetën e tij. Okej. Për fond, do na me ta bëj edhe një pyetje pak më relaksuese, mos e të kam këto. A dëgjon muzikë? Dëgjoj. Çfarë zhanre më shumë? Çka të pëlqen me ngu? Në kohë të lirë kështu? Tash ç'është e vërteta, kam dëgjuar rock. Rock? Rock. Okej.
A mundesh me ma jap një këngëtar ose një band që e ki favorit, të preferum? Unë kam qenë shumë i lidhur me Beatles. Beatles? Po, kam qenë sepse kur unë kam qenë në moshë tuaj, ose dhe më i ri, ato ishin filozofi, ishin muzikë, ishin të rritë në atë kohën e diktaturë, bënin çdo lloj akti, çdo lloj gjesti që të mund të sfidonin diktaturën nëpërmjet tyre. Qethëshin si ata, i pirsin flokë, visheshin, këndonin këngë. Pra, unë kam betë gjithmonë i lidhur me ta. Zoti Berisha, të falenderoj shumë, respekte, kalofsa.